Edhe 100 vite e kësa. Si kaloni të gjithë? Po unë dorën do ja u japë shumë të shpejt të gjithë. Si kaloni? Edhe 100 vite. Jetë dhe shëndaj. Jeni ndarë veç burat veç gratë. Apo si pas reatisë. Po, si pas reatisë. Pranverë po, fejstë po, sepse sot ke 70 vjetare. Sa bukur. Edhe le ta themi që nuk është se të gjenë në vetëm, të gjenë plot me njerëz. Ti ke fëmijë? Ti të njerëz të tjerë? S'ka më bukur. Le të themi një 70 vjetor i bukur. Shumë bukur. Dikush që të mungon? Mungon. Cila është? E Greqisa? Vogla. E po le ta themi jo të gjithë behemi bashkë. Ka momente që dikush mungon. Ama le të themi mungon fizikisht, se me zemër është gjithmonë këtu. Fëmia për ne pa dyshim që është pranë saj. Unë të shashë po loton, po le të themi janë lot vizimi, janë emocione të forta, e sidomos kur bëhet fjalët për fëmijën, pa dyshim që emocionet janë të mëdhaja. Ajo po vjen nëpërmjet nesh. Kemi një kartolinë të bukur urimi, të dalë me 2 nipër të tu, ti kesh me jetë dhe me shëndet. Më dëgjoni pak këtë kartolinë urimi. Gëzuar 70 vjetorin, mami jonë e dashur Nushi. Në këtë ditë kaq të veçantë, duam të të urojmë nga zemra edhe shumë vite të tjera të lumtura, plot shëndet, dashuri dhe gëzim. Ti je zemra e familjes sonë, forca jonë dhe shembullimi i bukur i dashurisë dhe i përkushtimit. Të duam pafund, me shumë dashuri, vajza jote e vogël dhe niprit e tu të dashur, Vasili dhe Kari. Vitë mira ato, edhe 100 vite e kësot. Mbaje këtë kartolinë se është me fjalë zemre, ashtu si ti i nxjerr këtë lot edhe vajza pa dyshim që emocionohet me rastin e ditëlindjes tënde. Kemi një buqetë me trëndafila të kuq, jo më ka, se kuqa tregon dashuri. Pa gëzosh të ditëlindje, gjithë të mira të urojmë, shparë të do zemra të bëhet të realitet. Dhe numri 70 i ditëlindjes tënde edhe 100 vite e gëzosh. Kemi dhe diçka tjetër. Edhe 100, ma. Mami është emocionuar. Përshëndetje, ç'bën si kalon? Edhe 100 vite mami. Është një varse, jo më kot me këtë zemrën këtu, se mami është gjithmonë në zemër. Ta gëzosh, ta ruash si një kujtim të bukur për këtë 70 vjetor. Kemi dhe një super tortë. Tani do gëzosh sot. Ja vajza do të këndoj këngën bashkë me ne. Nuk e dëgjoj mirë. Nuk e dëgjoj pastaj. Po, dëgjoj tani. Çfarë do dëgjosh? Mami vetëm na loton. Ka emocione. Nuk ka internet, nuk ka internet, dëgjojeni pastaj. Mirë, ja. A të pëlqen torta? Për botën je thjesht një nënë, për ne je gjithë bota. Një thënie shumë e bukur për mami. Edhe pse kemi numrin 70, unë preferoj gjithmonë ta vendos për të fikur qirin të me numrin 70 dhe të këndojmë të gjithë së bashku. Maria nga Andej, ne këtu të gjithë. Në shkolli baj. Na u bashkoti këndoj mamit këngën e ditëlindjes. Nuk e di kush është më këngëtari, po bashkojmë të gjithë së bashku për të kënduar këngën për zonjën.
Mendoj për para dëshirën, pastaj fryej qiririn. Një dëshirë të bukur, na ndihmovi era, më duket. Edhe qi. Tin ke si asi ti? Kiki, po? Edhe qi. Me një duar trokitje? Jetë dhe shëndej, gjithë të mira. Në sqarit, se në bërë 70 vite, Ne më të marinës të ta japë një përshapi. ja vanaj. Edhe 100, jetë dhe shëndej, gjithë të mira. Da jetin. Faleminderit kanë Ja, prosha, për në terë. Hapi ma. Këllim nga nana. Pa jetë në rëndatë që teze, theu shumë nga nana dhe të nëzire të nërë. Afer nanës, ashtu, afer nanës. Bravo, teze. Shumë bukur. Maria e dashur, të falenderoj që na përzgjodhe ne. Ajde të zë. Ska internet. Ska problem. A u kënaqen? U kënaqen? Është një ditëlindje veçantë, besoj. Edhe Marien që ti e kishe larg, e sollëm këto. Me këto dhurata të bukura. Jit dhe shëndet të keni familjarisht. Faleminderit shumë që më dëgjua. Gjithë të mirat ju të Gjithë të mirat të të. Kjo vjen nga vajza apo nusja? Nga nuk vjen. Ah, 2 djemtë, sa bukur. Ti gëzosh. Që janë unaza. Jo, Shumë mirë vatë. Ti gëzosh. Ne do të bëjmë një foto dhe me vatët apo jo. Edhe varsën do ta vendosim. Ti gëzosh të gjitha? Faleminderit shumë.